se PDK-ja kërkon të një të bëmi bashkë, me pas zonja Osmani e demantoj deri diku se tha jo veç PDK-ja, po kishte akter nga gjitha partitë që mendonin se Zoti Kurthi duhet lejuar të qeverisë dhe ne duhet shohim mundësinë që të bëhemi bashkë dhe qoftë edhe me kushtin të shkojmë zgjedhje. Pra, ne mund ta diskutojmë edhe peshën dhe përgjegjësinë që ta vëmë mbi Zotin Kurthi me të drejtë, mirë po edhe nëse tregohet me gjeneros se sa herës kaluar, nuk është krejt për më përjashtu edhe kjo skenar, që opozita të luajë një rol bllokues me këmbgulje me qëllim të largimin nga. Ju e dini po ashtu që ka qenë një imponim maksimal nga kreu i subjektit me të mandant për t'i prezentu, paraqit, si ata të cilët janë një. Por në ndërkohë, unë nuk kam po, edhe sot në qoftë se e pyetim gjithë secilin, për qëndrimet e tyre në raport me situatën, me rrethonat dhe rrjedhat politike në vend. Nuk e kanë të unisuar as qëndrimin as përqasjen, vullnetin për të pas pushtet dhe për ndruar pushtetin në emën të asaj që të mblidhemi për të mos e lënë në pushtet atë që ka qenë qeverisje. Kjo ju e dini shumë mirë është fardoj normaliteti ndryshimi pushtetit. Po, nuk është e njëjta siç ka qenë për para. Planifikohet bën plane për të qenë bllokues. Këtë nuk e kanë po. Që t'ja qartësojmë shikuesit, kjo nuk ishte një hipotezë që e hodhon. Ky është një citim Dakor, është mbledhje e disa thanave që janë thonë, mirë po problemi po flasëm për politika zyrtare të subjekte politike. Në moment presioni, ku po kërkohet shkarkimi i tij dhe ai lat nënkuptoi se ka brenda PDK-s, brenda LDK-s njerëz që ndihen shumë më të afërt me PDK-n se sa me vetvendosin që është sikur që ka edhe të atill që janë më ndihen më rehat në bashkëpunim, jo vetëm që janë ndjer, por edhe ka ndalë nga LDK-ja, ka ndalë në shpunë lëvizje vetëvendosje dhe në bot deputet. Posë edhe nga PDK-ja. Ke parasysh. Mirë po flasë thelpsisht. Kemi pole. Dhe kjo është problematika e LDK-s. Është përqasja e LDK-s që ka imponu në opinion. Është lëvizje që nuk ndodhë veç për me shku prej LDK-s në vetëvendosje, po edhe ana sjellë. Sa shku prej vetëvendosjes në LDK, ka shku në PDK, apo... Po, në rregull jemi. Do thotë këta njerëz jemi. Po, esenca është kjo që unë, ka njëherë, po e kam drojen, po nuk jam krejtësisht i sigurt, po marr për bazë ato deklarata, prandaj thash sqarimet e juaja ndoshta po i mbivendosën deklarimeve të zonjës Osmani dhe zotit Abdigjiku, që ata mendojnë se mund të ketë një plan këmbgulës të opozitës për çem bashkë për ta bllokuar zotin Kurthi dhe për ta çuar vendin në zgjedhje me shpresën se me një letër të re realizohet ajo